Njëherë ju këmë thonë muslimanëve në xhami kur të marton djalin tanë dhe del djalin në shtëpi vet, është mirë mi a bleni që si kapuçi të hoxhallarëve, edhe mi thonë ti pejtashtit je imam i shtëpisë tane. Ti si ri, maje men, prej momentit kur je da edhe ki shtëpinë tane, ti je imam i shtëpisë tane. Ki mu vetë për gjithë shka që ka ndodhë në shtëpinë tane, ti ki mu vetë, se ti je imami. Tash mos të kupton dikush që një me do të mja ble, nuk do të mja ble. Kjo është veç si simbol, po tham, është mirë që me kuptu që ti je imam i shtëpisë tane, por gjithë shka ki mu pyt. Në qofë se në shtëpinë tane është një haram, ki mu vetë ditën e gjykimit pse në shtëpinë tane e ke lanë ti si imam i shtëpisë, e ke lanë me ndodhë harami. Pse në shtëpinë tane është një muzika, pse në shtëpinë tane është pi alkoholi. E në qofë se në shtëpinë babes për para është ba, edhe je munu me ndryshu, mirë po shtëpia e babes s'ke mujt, është tjetër mohabet. Tash, ti je imam i shtëpisë tane. Pse ka ndodhë kjo? Kështu që ti si ri, ma e menë vajmë, prej momentit që o shkpute edhe dole në shtëpi tane, ti je përgjegjës për familjen tane, për shtëpinë tane, për gjithë shka që ka ndodhë. Kështu që rregate dhe që ti rregullore të tua, bani rregullat të tua edhe mos lësho pe. Hajtë se njerëzit idhnohen e pajtohen, ama ruje dashnin me Allahun Azza wa Jall. Qofë se dikujnë e jetë hatre që ti në shtëpi nuk pja lëshon muzikën, nuk pja qëtë haramin me hangën, po këto mos o ladhë, heq mos o ladhë, që ti me hangën që ka është halal. Bani muhabet halalit, e largohu prej harameve. E kur mos do të vjen ai në qofë se jetë marak që me pi një rakit e ti. E në qofë se ai nuk vjen se ti s'pja qëtë një birë, kur mos do të vjen. Ose nuk po vjen se ti valla s'po lëshon muzikë, kur unë ju mësu me muzikë, nuk ka kësi po, shambull, atër kur mos të vjen. Dije që ti i përgjegjës për shtëpinë tane dhe gruaja jote është përgjegjës për evlat të sajna. E lutem Allahun Azza wa Jalla më ndihmu.